Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vazhdojmë vëllezër me ligjëratën 19 në sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku kemi arritur me një pjesë që flet për shenjat para se me ardh pejgamberi alaihi salatu wassalam si profet, ose para se me zbrit shpallja, e cila si shpallja shumë me peshë, shumë e rëndësishme. Andaj Allahu Azza wa Jall ka bën që pejgamberit alayhi salatu wasalam me ndodh disa ngjarje, disa ndodhi që tregojnë ose paralajmërojnë për ardhin e tij si profet. Sepse kemi përmend ka me zbrit Allahu Azza wa Jall një shpallje, një fjalë që është e rëndë dhe peshon shumë, derisa dhe nëse i zbrit kodrave dhe maleve do të ishin bë plumahi. Andaj i tha pejgamberit alayhi salatu wasalam, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, do ta zbresim ti një fjalë që është shumë e rëndë. Ulemaja kur kanë fol vëllezër për këtë ajet kanë thonë është fjalë e lehtë në shqiptim, mirë po është e rëndë peshore te Allahu Azza wa Jall. Gjithashtu është thonë për këtë ajet se është për qëllim për ajetet që flasin për gëzim ose për dënim të Allahut Azza wa Jall, këto janë të rënda. Tamam, premtimi dhe kërcënimi janë të rëndë. Por çfarë thot Allahu sallallahu alaihi qawlan thaqila. Po gjithashtu është thonë se është fjalë e rëndë gjatë zbritjes për pejgamberin alayhi salatu wasallam. Në momentin kur është zbrit Kur'ani, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pasur shumë vështirë. Derisa për shkakun Aisha radhiyallahu anha thotë kur pejgamberit alayhi salatu wasallam në një ditë që ishte shumë e ftohtë, i zbrit të shpallja, thotë e shifshë pejgamberin alayhi salatu wasallam, balli i tij është bën me djers, është djersit. Nëse ti nuk djersitesh vetë kur kidon në siklet të madh ose kur është doni vap. Mi po edhe pse ka qenë ftohtë pejgamberi alayhi salatu wasallam është djersit për arsye të se çka fjalë, çka shpallë sharon. Andaj Allahu Azza wa Jalla ka para përgatitur pejgamberin alayhi salatu wasalam me disa ngjarje, me disa ndodhi. Kem përmend disa gjatë këtyre ligjëratave deri tash, po ishte edhe njëna që u ndalëm ligjëratën e kaluar që kishte bënë për përshëndetjen e gurëve. Guri e ka përshëndet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tregon Jabir ibn Samura dhe hadith është Muslim, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inni la a'rifu al-hajara bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ubath, inni la a'rifuhu al-an. Ka thonë unë e njoh një gur që më ka përshëndet Mekë para se më ardh si pejgamber. Unë e njoh, ka thonë edhe tash. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam. Është një transmetim tjetër i Aliut radhiyallahu anhu, i cili thotë ishim duke ecë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nëpër disa anë të Mekës. Dhe thotë e kam pa thotë qysh malet, kodrat dhe pemët e kanë përshëndet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë assalamu alayka ya rasulullah. Mi po kisi transmetim thotë Sheikh Albani është i dobët. Është një transmetim tjetër që është diskutabile, që është ajo që kanë transmetuar kanë nxjerrë Ibn Ishaq nga disa ulemave, të cilët thonë kur Allahu Azza wa Jalla dësht ta begaton pejgamberin alayhi salatu wasallam dhe ta dërgon si pejgamber, thotë në ato momente, thotë para shpalljes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur do që ka pas nevojë për me kry nevojën e tij, është largu prej Mekës, ka dalë prej Mekës dhe kur është domethënë shkëput për vendbanimeve të Mekës dhe ka shkuar në për ato shtigjet edhe luginat e Mekës, thot duke shkuar në për ato shtigje ose luginat e Mekës, thot e ka dëgju, thot pemët edhe gurët duke i dhënë selam, duke thënë selamu alejke ya rasulullah. Edhe pse këto dy transmetime të fundit janë diskutabile, mi po ajo e para që e përmendëm është sahih në Muslimin dhe nuk ka dyshim te. Që ishte sahih Muslimit ku thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, domethënë transmetimi Jabir ibn Samura, që une, thot e di e njoh atë gurin që më ka përshëndet në Mekë para pejgamberllëkut, para se marrë si pejgamber, thot e njoh tash. Kjo është transmetimi i saktë. Që tregon çka? Se guri ka përshëndet pejgamberin alayhi salatu wasallam. E çish fol guri? Allahu azza wa jalla që ka bën njeriu me fol, e bën edhe gurin me fol. Dhe e ka bën pejgamberin alayhi salatu wasallam me kuptu përshëndetjen e gurit. Sepse është i njëjti Zoti i cili do ta bën më pas tokën, kiamet, apo do ta bën tokat dëshmon të fol, do të i bën gjymtyrë të njerëzve që nuk flasin këtë dunjë, këtë botë do të flasin atë. Pra Allah është ai i cili e bën me fol dikant, edhe nëse është pe gjësendeve ose jo frymor. Nga kjo pjesë e sirrës pejgamberit alayhi salatu wasallam kemi disa mësime vëllezër që i kanë nxjerrur ulemat ose dobi. E para për këtyre tregon që kjo si vepër me përshëndet guri pejgamberin alayhi salatu wasallam është mucize që i ka ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka përjetuar. Mundësia për me komunikuar me jo frimort apo me sendet që janë pa jetë. E kjo ka ardhur jo për pejgamberin alayhi salatu wasallam, jo është këtë rast,
po pastaj edhe disa herë pejgamberi alayhi salatu wasalam ka komunikuar me jo frimora, po. Ka komunikuar me trungun, ka komunikuar me kafshët ose me gurt alayhi salatu wasalam. Dhe aleikum salam. Gjithashtu është transmetuar edhe për Musain alayhis salam, bile hadithe në Buhari, kur Musa alayhis salam ka dashur mu la në shkretire dhe i ka lënë teshat e tij kur i kanë nxjerr, i ka lënë mbi gur, e guri ka ecë pas. Apo ka ecë dhe është larguar dhe Musa alayhis salam ka shku pas teshat e tij. Është tregim i gjatë. Nuk po du munalmi, po këtu tregon që edhe pejgamber tjerë kanë pas komunikim, e që po vërtetot ajo që e thash më herët. Po vërtetot ajo se Allah azza wa jalla don, kanë don e ban me fol. Dhe kanë do e ban që ta kupton atë që flet edhe pse të tjerë nuk e kuptojnë. Me po kjo edhe një herë po vërtetot ajo fjalë që ka thënë Allah azza wa jalla në Kur'an, "Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu." Ka thënë nuk ka diçka vetë se e ban e lavdëron Allah. E përmend Allah, mi po ju nuk e kuptoni tasbihun e tyre. Ju nuk e kuptoni, ama nuk do të thonë ajo që nuk e bojnë tasbih dhe nuk e bojnë dhikr Allahun. E dyta, me të fol guri o vëllazër, nuk është diçka e zakonshme. Mi po kë ka ndodhur pejgamberit alayhi salatu wasallam për çka? Si urtësi dhe si dobi është që me para përgatit pejgamberin alayhi salatu wasallam për ardhen e shpalljes. Apo ti jo pejgamber do të vjen një melaçe që do ta zbret shpalljen, domethënë vazhdimisht. Dhe ti dush mu para përgatit me ndonjë përshëndetje ndonjë gurit, që kur të vjen ajo melaçe më pas ta kesh parasysh të jesh vetëm se i përgatit. E treta bidobive që kanë përmendur ulemat është se me të përshëndet jo frimori, në këtë rast domethënë guri, pejgamberin alayhi salatu wasallam i ka thonë, përveç se i ka thonë miqve, po i ka thonë edhe një mesazh. I ka thonë një mesazh se ti o pejgamber ke më ardhur me një të mirë që nuk kam i bën dobi, hajër veç frimorëve, po edhe jo frimorëve. Nuk kanë me përfitu veç njerëzit, po kanë me përfitu edhe të tjerët jashtë njerëzve, qoftë guri ose malet ose pemët e kështu me radhë. Dhe e katërta bidobive është që kur një gur e pas ka nderuar, pas ka respektuar, pas ka madhnuar pejgamberin alayhi salatu wasallam derisa e ka përshëndet. Kjo është thirrje për neve se besimtarë që mos me harru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po. Me dërgu salavatin mbi të sa më shumë. Me mësu sirën e pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe kjo është pjesë e respektit ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që shfaqem ne, po edhe më e madhe është me i zbatu urdhnat e tij dhe më largu nga ndalesat e këtij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Përveç përshëndetjes gurit vëllazër i ka ndodhur diçka tjetër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është prej shenjave të paraprofesisë, e që është ëndra e vërtetë ose ëndrat e qarta. Pejgamberit alayhi salatu wasallam disa muaj para se me fillu shpallja, thu 6 muaj, ka zgjatur një periudhë ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pa ëndra që kanë qenë shumë qarta. Tregon Aisha radhiyallahu anha, edhe pse Aisha radhiyallahu anha nuk ka qenë gjallë në çat periudhë, mi po e ka marrë prej sahabëve të tjerë. Thot awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-sadiqa fi an-nawm. Thot fillimi i shpalljes për pejgamberin alayhi salatu wasallam ka qenë ëndrat të qarta që i ka pa në gjumë. Fa kana la yara ar-ru'ya illa ja'at mithla falak as-subh. Thot nuk ka pa ëndër vetë se ka ardhur e qartë sikurse drita e agimit. Nuk ka pa ëndër vetë se ka ardhur e qartë sikurse drita e agimit. Para se më ardh Xhibrili alayhis salam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shpallje, pejgamberi alayhis salatu wasallam para përgatit Allah azza wa jall me disa ëndra të cilat kanë i pa shumë të qarta. I ka pa pejgamberi alayhis salatu wasallam çashtu që i ka pa ëndër kanë menduar më pas në realitet. Që ka më qenë dëshmitar pejgamberi alayhis salatu wasallam. Dhe kjo periudhë ka zgjatur 6 muaj. Kur'ani pejgamberit alayhis salatu wasallam nuk i ka zbrit gjatë gjumit. Po këto kanë qenë ëndra të diçkaj që do të ndodhë në të ardhmen, e pejgamberi alayhis salatu wasallam çat që ka pa ndër, çish e ka pa ndër, çashtu e ka pa më pas edhe në realitet. Dhe kjo ka qenë si para përgatitje për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për me pranu shpalljen. Andaj edhe Aisha radhiyallahu anha po shembullojnë me çka, të sikurse drita e agimit. Do thonë një dritë e agimit që vjen e fortë dhe veç duke u shtu pas një errësire të natës, të çashtu e ka pa qartë pejgamberi alayhis salatu wasallam ëndrat në gjumë në çiket periudhë, domethënë 6 mujore para shpalljes. E për dobive që kanë nxjerrë ulemat nga kjo pjesë, ka thonë ka pa ëndra të qarta pejgamberi alayhis salatu wasallam para përgatitur edhe shpirtnisht alayhis salatu wasallam, sepse kur do të ka pa ëndër më pas ka gjatë ditës ka qenë shumë më i gëzueshëm dhe më i lumturuar dhe më
me zemërqërsi. Andaj urtësinë thonë ulemaja që mos të vjerë me laçja pa prit mos dhe pa pejgamberi alayhis salam pa qenë i përgatit. Dhe ka mundësi ndoshta ban diçka që nuk është dashur me bë për arsye se s'ka qenë i përgatit. Ndaj Allah azza wa jalla thotë për përgatit, bile jo veç ëndra pejgamberi alayhis salam ka pa dhe dritë, ka dëgjuar dhe zona të ndryshme sikur se e përmendëm, dhe kjo kehet si para përgatitje. Sepse para diçkaje të madhe është zakon, është ligj i Allahut azza wa jalla këtu. Para se më ardh diçka shumë e madhe, ndodh diçka për të më dhënë shenja. Apo çka është dëshmi e kësaj? Kiameti. Apo qoftë kiameti i vogël ose kiameti i madh, para se më ardh Allah azza wa jalla i lëshon disa shenja që tregojnë se është duke ardhur. Është duke ardhur kiameti i vogël për ti si njeri, vdekja apo ka shenja ndryshme. Po gjithashtu edhe për kiametin e madh pejgamberi alayhis salam ka lajmëruar, po edhe në Kur'an Allah azza wa jalla paraprakisht ka lajmëruar se ka pas shenja. E jo vetëm çashtu. Po tregon Allah subhanahu, kjo është tregon edhe rahmetin e Allahut subhanahu wa taala, po tregon edhe drejtsinë e tij dhe ligjin që e ka Allah azza wa jalla tok. Gjithashtu pitobive që nxjerrin ulemajë nga se pse pejgamberi alayhis salam ka pas çka këtë periudhë para shpallës ku i ka pa ëndrat e qarta, është ka thonë se është si harriç miqdhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po ëndrat e mira janë miqdhe sikur se ta përmenden edhe për njerëzit në përgjithësi. Janë miqdhe mirë, po nuk ban me u ndërtu mbi to ahkame, dispozita. Përveç me ëndrat e pejgamberëve. Do ta shpjegojmë, ëndrat e pejgamberëve janë shpallje. Mi po ëndrat e dikujt tjetër pas pejgamberëve nuk ban me ndërtu mbi to dispozita, sepse Allah e ka plotësuar fen. El-yawma akmaltu lakum dinakum. Sot u kam përsos fen. Nuk ka nevojë ti më ardh me ëndrën tonë që ti më shtu diçka se më paksu. Ose ne me prit një 100 vjet më ardh deri ëndër e dikujt që më shtu fen. Jo. Ose më plotësu fen. Feja është e plotësuar. Po mundet me kanë ndonjë ëndër e dikujt, pse po themin që nuk ndërtohet mbi to dispozita, që nuk bën ti më të mashtru. Apo kanë thënë te Imam Ahmedi dhe dikush edhe ka thonë, o Imam, ka thonë ana ime të ka poti në xhenet. Ç'është ëndra e mirë, duhet më të gëzu. Atë Imam Ahmedi ka thonë ar-ru'ya tusirru al-mu'mina wa la tagurruhu. Ka thonë ëndra e gëzon muslimanin apo nuk e mashtron. Nuk e çorodit. Ka thonë kana yura li fulanin ma taqul wa huwa al-yawma yara ra'y al-khawarij. Ka thonë ka qenë edhe njëri prej filani, ka thonë Sahl ibn Salame, e ka posemre, ka qenë edhe për filanin thotë është pa një ëndër e mirë, ama ai thotë tash është me mendimet e khawarijve. Apo dikush i ka thonë që këtij Sahl ibn Salame se të kena pa në xhenet, edhe ai mo, si thotë se ka marr biletën, edhe pastaj ka shku ka deviju. Andaj ka thonë ti për ti kanë mundesh me pa diçka, po pastaj nëse të mashtron ajo, pas ka pas zarar ajo ëndër. Ti vesh thjesht do të me të gëzu edhe me ta shtu veprat e mira. Ama nëse të mashtron dije që domethënë nuk është ajo që për të cilën është pa ajo ëndër. E treta vëllezër pidovia që ka përmendur ulemon ka thonë se njerëzit me karshi ëndrave janë tri lloje. Njerëzit karshi ëndrave janë tri lloje. Një lloj njerëzve që janë pejgamber të Allahut, ëndrat e tyre janë të vërteta. Çdo ëndër e tyre është e vërtetë. Është e qartë, është e sinqert, është ëndër e mirë dhe ka prej ëndrave të pejgamberëve që kanë nevojë për interpretim. Do thonë parimisht ëndrat e pejgamberëve janë të qarta, janë të vërteta. Po ka disa prej ëndrave të pejgamberëve që kanë nevojë për interpretim. Apo? Sigurisht tregon e kanë nxjerrë Imam Buhariu nga Ubejd ibn Umair, thot inna ar-ru'ya al-anbiya'i wahyun. Ka thon ëndrat e pejgamberëve janë shpallje. Ëndrat e pejgamberëve janë shpallje dhe më pas e ka lexuar një ajet të surës Safat ku thot Ibrahim alayhis salam i drejtohet Ismailit alayhis salam, inni ara fil manami anni adbahuk. Ka thonë unë të shoh në ëndër se janë duke të prej kurban. E pse ka prunë këta? Me tregu që nëse si shkon shpallet, nuk ish guxu pastaj Ibrahim alayhis salam me marr doni hap për me prej kurban vetëm pse ka pa në ëndër. Am kur ka tregu Ismailit alayhis salam ka thonë ifal ma tu'mar satajiduni inshallah min as-sabirin. Të bën çka dush, kemë mëxhet me atë që i urnu, kemë mëxhet me lenin Allahut sabëli. Dhe pastaj e merr hapën Ibrahim alayhis salam për me prej kurban djalin e vet, Allah azza wa jalla kompenzon me një dasht të madh, që as bërë piçellit. Tamam tregimi. Mi po thon ulemaja thot mos i shkon shpallja ëndra e tij nuk ish bën ki pastaj me marr një hap për me prej kurban vetëm pse ke pa ëndër. Po kjo tregon që ëndra e tij ka qenë shpallje. Ose edhe rasti i Jusufit alayhis salam, apo kur i shef 19 yje,
ja abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytum li sajidin. O baba jam, i kum pa 11 yje, diellin edhe hanën duke më rrosë sejdë. Pastaj pas disa viteve, thuhet 40 vjet kanë shku, i thot pastaj baba zot, ja abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqq. Apo? O baba, kjo është interpretimi i ëndër që kum pa marrë si fëmijë. Allah azza wa jalla ka bërë realitet. Do thoni ëndër që ka pas si fëmijë ka qenë wahi, shpallje. Allah më pas e ka bërë realitet. Lloji i parë njerëzve pra janë pejgambert, ëndrat e tyre janë të vërteta. Dhe ka prej ëndrave që kanë nevojë për interpretim. Lloji i dytë i njerëzve janë njerëzit e devotshëm. Që ëndrat e tyre, shumica e ëndrave të tyre janë të vërteta, dhe ka ëndrat që nuk kanë nevojë për interpretim. Jo si ti pejgamber, ka ëndrat që kanë nevojë për interpretim, do thotë ka ëndrat që nuk kanë nevojë për interpretim, do të thonë janë shumë të qarta. Nuk ka nevojë që dikush më i komentu. Apo shumica e ëndrave të devotshme janë të vërteta, të qarta. Apo? Po kapi ëndrave që s'kan nevojë për interpretim. Ama shumica atyre kanë nevojë për mi komentu dikush ose mi interpretu. Parimisht domethënë ëndra që e shef njeriu i devotshëm është si harriç, është mish, përmendëm edhe më herët. Apo pejgamberi alayhi salatu wasallam hadithin që është Muslim thot ayyuhan nas innahu lam yabqa min mubashshiratin nubuwwa illa ar-ru'ya as-salihah yaraha al-muslim aw yura la. Ka thonë o ju njerëz, nuk ka mbet nga përgëzimet e pejgamberëve vetëse ëndra e mirë, ëndra e vërtetë, që e shef muslimani ose e shef dikush për te. Ose hadithi tjetër në Bukhari nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya al-hasana min ar-rajuli salih juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah. Ka thon ëndra e mirë për njëri të mirë është një pjesë e 46 pjesëve të pejgamberllokut. Pse ka lidh këtu me pejgamberllokun? Sepse shpallja e pejgamberëve zakonisht është për me tregu diçka që ka menduar të ardhmen. Edhe ëndra e mirë është zakonisht për me tregu diçka që ka menduar. Apo, andaj këtu ka ajo lidhshmëria mes ëndrës së njeriu të mirë edhe shpalljes së pejgamberëve dhe se ka një lidhje ose është një pjesë e 46 e shpalljes së pejgamberëve. Po e kanë thonë edhe një koment dietar të këtij hadithit, kanë thonë nëse e marrim shpalljen e pejgamberit alayhi salatu wasallam ka zgjat sa vite, do ta kuptojmë ka zgjat 23 vite. Nëse 23 vite ti ndajmë në 6 muaj, bën sa pjesë? 46, apo? Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam periudhat që ka zgjat ëndra që ka qenë 6 muaj, apo? Që i vën një pjesë 46-ve. Një pjesë 46 i ka dhënë edhe këtë koment ulemoja. Pjesa e tretë e njerëzve, lloji i tretë i njerëzve janë ato njerëzit e thjeshtë. Jo pejgamber, jo njerëzit e devotshëm, po njerëzit e thjeshtë, këto thonë ulemoja shumica e ëndrave të tyre janë pa kuptim. Do të thonë ëndra pa lidhje, po ka pyetje që mundet me pa dikush ndonjë ëndër të mirë, të drejtë. Sinqert. Tash deri tash folja për ëndrat e pejgamberit alayhi salatu wasallam para se marrë si pejgamber. Me po pastaj pasi ka filluar shpalla, ka ndodhur që pejgamberi alayhi salatu wasallam me pa ëndra dhe ëndrat e tij me kanë të vërteta, sinqerta, sigurisht e përmendëm, apo ëndrat e pejgamberit janë të vërteta. A ka ndodhur me pa ëndra? Po, shumë. Dhe ka thonë ulemoja çdo ëndër që ka pa pejgamberi alayhi salatu wasallam pasi që ka ardhur si pejgamber, ka ndodhur për njërin për arsye. Ose e ka pa për ta përforcuar pejgamberin alayhi salatu wasallam dhe për ta sqaruar rrugën e tij drejt. Ose ka pa doni ëndër për ta treguar vlerën e dikujt për njerëzve, qoftë sahabë ose dikujt tjetër. Ose ka pa pejgamberi alayhi salatu wasallam ëndër për të treguar donjë përgëzim mish dhe për umetin, ose ka pa donjë ëndër që ka kallzuar për diçka që ka më ndodhur në këtë dunjë të ardhmen, ose në barzakh, ose që ka më ndodhur në kiamet. Për ëndrave që i ka pa pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe që tregon për vlerën ose tregon për realitetin e shpalljes së tij, është një ëndër që ka ardhur në Buhari nga Xhabir ibn Abdullah. Thot radhiyallahu anhu, "Ja'at al-mala'ikatun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa na'imun." Kanë ardhur disa melaqe të pejgamberit alayhi salatu wasallam përderisa ka duke flet. Në gjumë. Dhe ka thonë disa melaqeve innahu na'imun. Kjo është në gjumë. Ka thonë disa tjera prej melaqeve ka thonë jo, syti flen, mi po zemra e tij është e çut, zgjut. Ka thonë faqalu inna li sahibikum hadha mathala fadribu lahu mathala. Ka thonë shembulli i këtij është një shembull shumë interesant. Apo e tregoni? Ka thonë prap disa melaqe ka thonë është në gjumë. Tjerë ka thonë jo, syti flen, mi po zemra e tij është e çut.
Pastaj thonë melaçet ja bin atë shembullin që e ka pejgamberi alayhis salam, ka thonë mathalu ka mathali rajulin bana daran وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. Ka thonë shembulli i këtij është si shembulli një dikujt që ka ndërtuar një shtëpi. Dhe pastaj ka përgatitur një gosti. Dhe më pas e ka dërguar një thirrës që t'i thret njerëzit. Kushdo që është përgjigj atij thirrësit, ka hyrë në shtëpi dhe ka hënë nga gostia. Kushdo që nuk është përgjigj këtij thirrësit, nuk ka me hyrë në shtëpi dhe nuk ka me hënë nga kjo gostia. Pastaj e thonë awiluha lahu yafqaha. Ka thonë komentoja ani që ta kuptoje. Thonë prapë melaçet, është duke flet. Do të tjera thonë, si ti ka duke flet, mi po zemra e tij është shut. Pastaj ja komentojnë thonë se kjo shtëpi është xheneti. Dhe ky thirrësi që ka ardhur me thirr njerëzit për këtë shtëpi dhe këtë gosti është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Faman ata'a Muhammeden sallallahu alaihi wasallam faqad ata'a Allah, wa man asa Muhammeden faqad asa Allah. Ka thonë kush e respekton e ngon pejgamberin alaihi wasallam, e ka nguar dhe Allahun azza. Kush nuk e bën itat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk e ka bën itat edhe Allahun azza. Që nuk kupton që kushdo që i përgjigjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka me hyrë në xhennet dhe ka me hënë nga të mirat ose ka me gëzuar të mirat e xhennetit. Andaj ka pa këtë ardhur pejgamberi alaihi wasallam për të më treguar realitetin e tij ose me pruni shembull për me sharru. Rast tjetër, një ëndër tjetër që ka pa pejgamberi alayhis salam që tregon për diçka tjetër që përmend është me tregu shembull doni dobi që vlerë që ka dikush për sahabëve. Këtë rast shembull Omeri dhe Bilalin radhiyallahu anhu. Pejgamberi alayhis salam transmeton Bureid ibn al-Husayb hadithin që është sahih, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asbaha Bureid thot asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fada Bilal. Në mëngjes në sabah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atret Bilalin. A di thot ja Bilal, bima sabaktani ila al-janna? Thot o Bilal, me çka më ke parapritin në xhennet? Çka ke bën që më ke dalë përpara në xhennet? Thot ma dakhaltu al-jannata qat illa sami'tu khashkhasha'ataka amami. Ka nuk do me tregu që pejgamberi alayhis salam nuk ka me hi parë. Kjo është ëndër që do me tregu vlerën e Bilalit radhiyallahu anhu. Mi po pse kam i dëgju pejgamberi alayhis salam thot çdo herë që kam hi në xhennet, është për shëllim në ëndër, i kam dëgju hapa tuja, atë zonin e hapave tuja. Thotë dhe kam hinë në xhennet mbram, pra në ëndër, dhe i kam dëgju khashkhashat e ke amami. Para me i kam dëgju hapa tuja. Fatejtu ala kasrin murabba'in mushrifin min dhahab. Dhe më pas thot kalova pranë një pallati që ishte me are dhe në veta thash, e kujt është kjo? I tha njëri prej Kurajshëve. Tha unë jam Kurajsh. I kujt është pallati? Tha njëri prej ummetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tha unë jam Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. I kujt është ky pallat? Ka thënë li Omer ibn al-Khattab. Është i Omer ibn al-Khattab. Vazhdon tregimi. Me po këto po dal tash vlera e kujt? Bilalit radhiyallahu anhu, po edhe Omerit radhiyallahu anhu. E Bilal radhiyallahu anhu i thot ja Rasulullah, thot ma adhantu qat illa salaitu rak'atayn. Ja Rasulullah, çdo herë që kam thirrë zonin kam fal 2 rekat. Dhe çdo herë që kam prish abdesin thot, kam marr abdes dhe më pas ja kam bë obligim vetes mi fal 2 rekat. Ka thon bihima. Ka thon me këto dyja ti ke bërë që me kon në xhennet. Apo to tregon është ëndër, mi po tregon çka? Vlerën e dy sahabëve, ama i ka mashtru kjo. Ai kanë shlu pas në lër Bilali dhe Omer radhiyallahu anhu. Domethënë po kjo është vetë tasurrul mu'min, wala tagurru. Domethënë e gëzon muslimanin kjo ëndër, ama nuk është se e mashtron. Andaj pejgamberi alayhis salatu wasallam i ka pa ëndra shumë qarta, sikurse drita e agimit. Për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu më i sinqert dhe më i drejtë në muhabet. Por arsye se ka lidhshmëri kjo, apo që është treguar në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë idha qtaraba az-zamanu lam takat ru'ya al-muslim takthib. Thotë kur të afrohet kiameti, thuaj se çdo ëndër e muslimanit ka me qenë e vërtet. Pastaj çka thotë wa asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha. Kushdo që muhabet është i drejtë, nuk rren, është i sinqert, thotë edhe ëndrat i ka më të drejta dhe më të qarta. Dhe pastaj vazhdon hadithi me tregu diçka tjetër. Hadithi është e Abu Hurairës, Muslim, thot pejgamberi alayhis salam vazhdim ar-ru'ya thalatha. Fa ru'ya salihah bushra min Allah. Thot ëndrat janë 3 lloje. Ëndra e mirë që është për gëzim si harriç nga ana e Allahut azza wa jall. Thot wa ru'ya tahzinun min ash-shaytan, dhe ëndra që e mërzisin muslimanin, po janë prej shejtanit. Wa ru'ya mimma yuhaddithu al-mar'u nafsa, dhe ëndra tjera prej asaj që ha gjatë ditës, domethënë për dishmërisë e tij. Fa in ra'a ahadukum ma yakrahu falyakum falyusalli wala yuhaddith biha an-nas.
kushdo që e shef kjo ëndër të keqe, apo thot le të çohet, le të falet dhe mos t'i tregon askujt. Pra ëndrat po tregon pejgamberi alayhis salam këtë hadith se janë ose ëndra të mira, apo dhe kur i shef ëndrën e mirë, është mirë mi tregu veç dikujt që e don. Pse me i tregu dikujt që e don, e jo dikujt tjetër? Pra arsye se ka thonë mundet me hi këto zilia, dhe dikush me pasaj me fillu dhe një armiqësi me ti për arsye se ke pa diçka në ëndër dhe ai nuk ka është i kënaqur me ta. Që mos me hi kjo, më mirë mëse kallzove se atij që e don ose atij që i beson. E dyta, ka thonë ëndra që vijnë nga përditshmëria jote. Ke bën diçka ose je marrë me diçka gjatë ditës, kemë pa pasaj në ëndër dhe me këta nuk është që dush më vnu veshin këtyre ëndrave. Dhe lloji i tretë janë ato ëndra që e trishtojnë njeriu ose mërzisin njeriu apo. E këto ëndra janë loje e shejtanit. Atë tregon Ebu Selem radhiyallahu anhu, thot hadithi është sahih muttafaqun alayh, laqad kuntu ara ar-ru'ya fatumriduni. Ka thon kam pa një ëndër, thot mbaj shumë keq. Thot derisa kam dëgjuar Ebu Katadën duke thonë që edhe unë kam pa disa ëndra që më banin keq, mi pa kam dëgjuar pejgamberin alayhis salatu wasallam duke thonë ar-ru'ya al-hasana min Allah. Fa idha ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddith bihi illa man yuhibb. Ka thon ëndra e mirë është për Allahut dhe kur do të e shef dikush një ëndër të mirë, mos t'i kallzojë vetë atij që e don. Dhe vazhdon pas e hadithit thotë wa idha ra'a ma yakrahu falyata'awwadh billahi min sharriha wa min sharri ash-shaytan walyatfil thalathan wa la yuhaddith biha ahadan fa innaha lan tadurru. Ka thonë dhe kur do që e shef një ëndër të keqe, le të kërkon strehim te Allahu nga e keqja e asaj ëndre dhe nga e keqja e shejtanit, le të pshtin 3 herë dhe mos t'i tregon askujt për atë ëndër, nëse ban kështu nuk i ban zarar atij, nuk i ban dëm ëndra keqe që ka pa. Por ka thonë ulemaja kushdo që e shef një ëndër të keqe, do të më bëj disa gjëra. E para, do të më kërkuj strehim te Allahu nga e keqja e asaj dhe e keqja e shejtanit. Do të më pshtin 3 herë nënën e majt. Do të më ndru anën për çehet sipas disa transmetimeve. Tjetra është më uqu me marr abdes dhe më fal, sikur se përmendëm në një hadith, dhe pesta mos mi kallzu askujt për atë ëndër. Ata ti që do dhe ati që se do. Nëse vepron kështu, nuk të ban zarar kjo me lejnë Allah të zëvgjë. Po nëse s'ki mundësi këto të pesat më ban e dënjon e piktive. Po shumë është më rëndësi, përveç 4 parave, është e fundit. Mos mi kallzu kur kujt. Për ato ëndër të keqe që ke pas. Tregon Ebu Razini radhiyallahu anhu dhe fjala e tij është e saktë sipas Sheikh Albanit, ar-ru'ya ala rijli ta'irin ma lam tu'abbar, fa idha ubbirat waqa'at. Ka thënë ëndra është e lidhur për kamën e zogut, përderisa nuk komentohet. Në momentin që komentohet, edhe ndodh çashtu që është komentuar. Domethënë bjerë pi zogut, dhe ndodh çashtu që ka komentuar. Për çfarë s'von mi kallzu dikuj, sepse nëse shkon te dikush që di ka hibrat dhe ka aftësi për me komentuar, dhe komenton ëndrën me një farmonir, ka me ndodh çashtu që ka komentuar. Andaj tregohet, është transmetuar nga Ibn Mesudi radhiyallahu anhu, se ato 2 persona që kanë qenë burg me Jusufin alayhis salam, dhe ja tregojnë ëndrën, çdo njëri ëndrën që e ka pa, dhe ja komenton Jusufi alayhis salam. Ato shka thot Ibn Mesudi thonë pastaj thot jo ne s'kena pa ëndër, po veç dëshëm të provu ai e jaftë për me komentu. Çka thot Jusufi alayhis salam? Qudi al-amru alladhi fihi tastaftiyan. Thot u kry muhabeti për të cilën ju keni vetë. Dhe ndodhi çashtu që komentoi Jusufi alayhis salam. Apo, çato njëri u trashtua, apo shemo që si pasojë e komentimit. Ama tha ku di al-amru alladhi fihi tastaftiyan. Andaj kush do të që envet dikan që ka hibrat. Dhe në bazë të ëndrës që ka pa, dhe pastaj e komenton, është e keq apo e mirë, domethënë ka menduar çashtu që e komenton. Këtu ka disa mesele vëllazër për fund, shumë shkurt do t'i përmendi për me përfundu, disa mesele që kanë të bëjnë me çështjen e ëndrrave. E para për meseleve që është shumë rëndësi me ditë, është që nuk bën me trillu një ëndër, që ti hiç se ke pa, veç për mishtin njerëzit me kesh ose me tërheq vëmendje, për arsye se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe hadithi është në Buhari, "Men tahallama bi hulmin lam yarahu kulli fa yaqida bayna sha'iratayn wa la yaf'al." Kushdo që thot shtire se ka pa një ëndër, dhe thot nuk e ka pa, që nuk e ka pa, thot ka me shti Allah azza wa jall, ka mu ngarku ditën e gjykimit si dënim për mi lidh dy kokra të elbit, mi po s'ka me pas mundësi me vë. Domethënë kjo ka me qenë si dënim. E dyta është mos me u ngut edhe me këshirë sa më shpejt me u realizua që ke po në ëndër. Por arsye se donjëherë ka mundësi me shku kohë e gjatë. Sikur se përmendëm rastin e
Jusufit a.s. Domethënë Jusufi a.s. e pa një ëndër që ndodhi, pastaj u realizu mas disa viteve, disa në tefsir ka thonë 40 vite. E treta është shumica e ëndrave të njerëzve të mirë janë të shkurta dhe të qarta. Shumica e ëndrave të mira janë të shkurta dhe të qarta. Sigurisht Jusufi alayhis salam inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytum li sajidin. O baba mi kom pa 11 yje, diellin edhe hënën duke më rrosëste. Çaq. Apo ama ëndrat që kanë, domethënë simbole, e ëndrat që vazhdojnë me epizode, domethënë, to janë shumë larg të çenit të ëndrat të mira. Domethënë zakonisht ëndrat e mira janë shumë të shkurta dhe janë shumë të qarta. E katërta, dikush që shkon ti me është i njohur për komentime të ëndrave. Dhe komenton një ëndër, ka mundësi me gabu. Nuk do të thonë që ai ka, domethënë çka thot ai është 100% e saktë. Dhe dëshmi për këtë është një rast që i ka ndodhur Ebu Bekrit në prezencë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka një person dhe ka pa një ëndër dhe ka treguar ëndrën që ka pa. Ebu Bekri radhiyallahu kërkon leje për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam t'i japë leje për ta komentuar. Pejgamberi alayhi wasallam e jep lejen, e komenton Ebu Bekri radhiyallahu dhe pastaj thot në fund pejgamberi sallallahu alajhi wasallam asabta ba'dan wa akhta'ta ba'dan. Ka thonë e ke çellu dikun dhe ke gabu dikun. Por kur Ebu Bekri radhiyallahu që është njeriu më i ditur në umet pas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në umet pejgamberit alayhi wasallam, pas ka çellu diçka një pjesë të ëndrrave, pas ka gabu tjetër, do të thonë tjetër janë edhe më e kapshme për me gabu. E pesta, ëndra e vërtet nuk bjerë ndesh me shariatin e Allahut, asnjëherë. Tam nuk ndërtohet edhe dispozita, po edhe nuk bjerë ndesh. E gjashta është se është gabim shumë i madh të shtohen shumë komentime të ëndrave, libra, komentime, emisione apo thirrje. Muhammed ibn Sirini thuhet që është vetë për 100 ëndra, shumicën e tyre ose të gjitha ata i ka thonë ittaqillaha wa ahsin fil yaqadha fa innahu la yadurruka ma ra'aita fil nawm. Shumicën e tyre ka thonë ke frikë Allahun kur je çut, nuk bën zarar ajo që është kur je duke flet. Do të thonë ka pas nevojë për doni koment, am nuk e ka komentuar. Po i ka thonë ke frikë Allahun kur je çut, nuk bën zarar inshallah, nëse shef diçka të keqe kur je në xhum. Dhe shtata dhe e fundit vëllazër. Për meseleve është ne përmendëm diçka që ëndrat e vërteta janë si harriç për besimtarin. Andaj njëna prej ëndrave të vërteta është me pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Me pa pejgamberin alaihi salatu wasallam ashtu siç ka ardhur në transmetime, apo ka një hadith edhe në Buhari dhe në Muslim, hadithet janë ngjashme, men ra'ani fil manam fa sayarani fil yaqadha. Kush më ka pa në ëndër, ka ardhur në transmetim do të më shohë në realisht, ose thot aula ka'annama ra'ani fil yaqadha, ose është sikurse më pa, domethënë çut, wala yatamathalu ash-shaytanu bi, sepse shejtani nuk mundet më u bë sikurse unë në ëndër, u shtir ose mu paraqit sikurse unë. Mu paraqit po, ama jo në formën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tral që ka pas. Dhe hadithin Buhari thot men ra'ani fil manam faqat ra'ani fa inna ash-shaytana la yatakhayyalu bi, thot kush do të më ka pa në ëndër, më ka pa me të vërtetë, sepse shejtani nuk mund të më bëj sikurse unë. Këto është marrësime e ditë paraprakisht fizionominë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që me lejen e Allahut inshallah pasirës do të flasim edhe për ta, për virtytet e tij. Do të thonë nëse ti e di që pejgamberi alayhi salatu wasallam ka qenë diçish kështu, dhe ti e shef në ëndër në përputhshmëri me atë që ka ardhur në për libra, në për përshkrime, atëherë ke pa pejgamberin alayhi salatu wasallam, sepse po thot nuk mund shejtani më bëj si unë. Amo me ardh me doni formë ose me nipi diku që thotë kanë pa pejgamberin ose ç'si formë ose kësi forme, a kështu nuk ka ardhur transmetim dije se ai nuk e ka pa pejgamberin alayhi salatu wasallam, po e ka pa shejtanin dhe ka boloj shejtani me të. Lutim Allahun azza wa jalla që të na e mëson Allahu azza wa jalla ta shohim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në ëndër, po edhe nëse nuk e shohim në ëndër pejgamberin alayhi salatu wasallam, na mësoft Allahu azza wa jalla ta shohim dhe ta shoqërojmë xhennet. Por arsye se nuk është patjetër me kanë njëri i mirë e me pa pejgamberin alayhi salatu wasallam në ëndër. Domethënë mundesh me kanë njëri i mirë i devotshëm me kanë xhenetli me shoqëru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po se ke bënë ëndër këtë dunjë. Andaj lutim Allahun azza wa jalla që ta shohim, po edhe nëse se shohim, lutim Allahun azza wa jalla këtë dytën që të na mëson shoqërimin e tij në xhenetul firdaus wallahu ta'ala.